krijohet një farë lloj neofashizmi në politikë. Nuk e di tash, mirë po ideja është që nuk i bën hajër, domethënë, demokracisë në situatës së cilës jemi. Për shkak se na kemi, falni, përveç që kemi edhe zgjedhjen e votimin e presidentës në vitin tjetër, e kemi edhe problem buxhete, për shembull në mars mundet më na kriju pak probleme në mbarvajtjen e administratës shtetërore dhe ajo është pika kryesore. A pundohet në dy tabor skema politike? Shumë shpejt se tash është një moment ndoshta pakës polemik. Në lidhje me rolin e presidentes, jam skeptike në atë që thonë që presidentja nuk ka sesi të bëhet se të zëdhënëse e partisë në pushtet. Sigurisht që ka sesi të bëhet, fakti që po e shtyn dhe po jep më tepër kohë partisë vetëvendosja për të bë qeverinë nëpërmjet mandatari të ri, Glauku Njuftës, tregon që dhe në një farë mënyre në deklaratën e saj, presidentja gati i shpjegoi se si mund të merren votat në rast se është e nevojshme për Glauku Njuftën për të bërë qeverinë. Dhe tregoi edhe rastin e saj që mua realisht më duk pakës e çuditshme fakti që presidentja në historikun e saj, rrugtimin e saj politik, kishte votuar disa herë ndryshe prej partisë saj, që në konceptet e mia politike tregojnë që presidentja nuk ka një koncept besnikërie ndaj komunitetit saj politik, ndaj partisë saj politike, dhe rrjedhimisht për një interes të vetin personal politik, ajo e tradhton klasën politike cilës i takon. Dhe kjo në një farë mënyre më shqetëson, sepse cili është mesazhi që presidentja jep të gjithë klasës politike, por njëkohësisht edhe popullit, që pra unë për një arsye time personale, mungesë integritetit total politik, unë e tradhtoj cilën do forcë politike që më ka sjellë deri këtu. Dhe kësaj ajo ja dha këtë mesazh edhe vetëvendosjes në momentet kur të paktën u shpreh në deklaratë për media që sepse unë besoj tha që ka deputet që ndoshta mund votojnë ndryshe prej partive të cilave i përkasin dhe rrjedhimisht gjasat janë që qeveria të bëhet me Glauku Njuftën. Në anën tjetër, arsyeja ose më mirë themi ajo që unë kuptoj prej zëvendësimit të Albin Kurtit me Glauku Njuftën janë 3 arsye kryesore pse bëhet ky lëvizje, që janë tipike manovra politike të natyrës së lindjes, sepse vetëvendosja për kësaj kohë që në pushtet ka dështuar të sjellë asnjë lloj progresi ekonomik, financiar, politik, shkencor, kulturor, arsimor në këtë vend. Dhe në mungesë të gjitha këtyre u pa në zgjedhje, tani duhet të përballet Albin Kurti të përballet me partnerë ndërkombëtar, raporti me të cilët është ai që është që e dim, pra kemi një izolim total të Kosovës, është çështja e mungesë ose e një fragmentizimit të mëtejshëm të brendshëm të partisë, sepse të gjitha këto humbje, të gjitha këto përballje të vështira, qoftë me elektoratin vendas, qoftë me ndërkombëtarët, përbën problem për liderin e një partie, sepse do të duhet të bindesh gjithsecilin prej antarëve dhe militantëve të partisë, të vetëvendosjes që unë jam me të drejtën dhe ata e kanë gabim. E gjithë bota është gabim dhe unë jam me drejtën. Është pak e vështirë. Në anën tjetër, Albin Kurti i trembet kostos personale politike.